Në kuadër të festimeve të 28 nëntorit, në Prishtinë u hap ekspozita organizuar nga Artist për Artist, në bashkëpunim me organizatën Shqiptaria, e cila mblodhi 10 artist për të shënuar ditën e flamurit dhe 2 vjetorin e themelimit të organizatës. Artistët pjesëmarrës ekspozuan piktura, skulptura dhe grafika të stileve të ndryshme, duke sjellë një mozaik të gjerë të krijimtarisë bashkëkohore shqiptare. Programi u pasurua me një performancë muzikore nga qendresa Bunjaku, e cila krijoi një atmosferë solemne dhe të ngrohtë, ndërsa të ftuarit u shërbyen me koktejl gjatë gjithë aktivitetit. Organizatorët u shprehën të kënaqur me interesimin dhe pjesëmarrjen, duke theksuar se synimi i tyre është të vazhdojnë krijimin e hapësirave të tilla, ku artistët shqiptar mund të promovojnë veprat e tyre dhe të lidhen me publikun. Ekspozita u vlerësua si një sukses si plot, duke u kthyer jo vetëm në një festim artistik, por edhe në një simbol të bashkimit kulturor në ditën e pavarësisë. Që nga kohë e të modhit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, deri te lufta e fundit me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, dhe festojmë edhe ditëlindjet figurave të mëdha që kanë bërë ndryshim në historinë tonë kombëtare. Dhe ky është qëllimi i takimit tonë. Jemi mbledhur këtu, thjesht jo vetëm për të promovuar, po për të festuar dhe për të kujtuar, me respekt, me dignitet, me përkullje, para historisë tonë, kulturës tonë, të lavdishme, por në periudha caktuar edhe të dramatike që ka qenë me luftat të përgjakshme. Unë jam i privilegjuar që bashkëpunim me organizatën Artist për Artist, një komunitet i cili flet shqip, kultivon dhe mbron kulturën tonë shqiptare me gjuhën e artit pamor. Është kënaqësi e veçantë dhe duhet i falenderoj përzemërsisht. Faleminderit shumë. E kemi themelu organizatën, jemi mbledh, edhe vendin që e kemi themelu organizatën nuk ka qenë i rastishëm, ka qenë në një sallë koncentrale këtu në Mazgit, afër periferit të Prishtinës. Pse jemi themeluar ne? Thjesht për të rikujtuar, për të dëshmuar edhe para faktorit brendshëm kombëtar, edhe para faktorit ndërkombëtar, edhe para të gjithëve, mbi të gjitha ne jemi shqiptar. Për të ruajtur, kultivuar kulturën, historinë, gjuhën tonë, kulturën tonë shqiptare. Ne këtë organizim e kemi çdo vit, e marrim për festat kombëtare dhe pavarësinë e Kosovës, normale, Skënderbeun e Nën Terezën, kemi gjithmonë i marrim me art, me kulturë. Në këtë rast këtu jemi bashkuar me organizatën Shqiptaria, ka 2 vjet që bashkunojmë me organizatën Shqiptaria në festat kombëtare. E pasunojmë njëri tjetrin se të dy partë janë të mbrojtë kulturën edhe identitetin tonë. Pasi bashkëbizohemi në kulturë dhe identitet, që është edhe interesi jonë, na si artistë gjithmonë historikisht kemi marrë kulturën e identitetin e popullit tonë. Kështu që ne vetëm vazhdojmë me tregu orientimin tonë, cilin e kemi si shqiptar, edhe në këtë rast, në këtë ekspozitë kanë marrë pjesë artistë nga gjitha viset, kemi nga Malizi, Maqedonia, Albania, Presheva, me Kosovë bashkë kemi bo Shqiptaria dhe kemi një ekspozitë që mune me pa. Shumica punimeve janë tematike, po jo domosdoshmërisht, se që është e kemi bo me shënu festën, edhe besoj që kemi qenë kënaqur me punimet, ka punimet lloj-llojshme, edhe besoj që artdasit kanë qashojnë, edhe na vetëm kemë mbulosur atë orientimin tonë kulturor. Kjo organizatë e di që në opinion është keq kuptuar për shumë edhe për shkak të asaj që po ndodh këto vitet e fundit në
sidomos trevat shqiptare, është një organizatë e cila nuk është fetare, duhet ta potencojmë këto, është organizatë që për themel të vetin apo stëmbullar të vetin ka kombin në radhë të parë. Fet mund të zhvillojnë aktivitetin e vetë të tyre të lirë dhe pa pengesë konform kushtetutës dhe ligje, por sigurisht që kjo organizatë angazhohet që të eliminohen gjitha ato fenomenet të cilat shkojnë në dëm të kulturës dhe traditës tonë si shqiptarë. Me qenë se jemi në një fest apo në një datë kur kemi shumë festa, shqiptarëve duhet ju uroj 28 nëntorin, për shkak se me këtë datë historikisht kemi pas shumë momente të rëndësishme historike që nga ngritja e flamurit nga Skënderbeu për herë të parë, pastaj ngritja e flamurit në Vlorë nga Isa Boletini dhe të gjithë patriotët tjerë, po i përmeni isën për shkak se jemi për momentin në Kosovë dhe është i kësaj të reve bashkë me Ismail Qemalin dhe patriotët tjerë. Pastaj kemi edhe nëntor tjerë me radhë të cilët përfundimisht vinë deri te nëntori ku për herë të parë del në skenë ku që këja në fshatin Vllaush dhe po ashtu duhet potencuese edhe ditëlindja e komandantit legjendar është po kjo datë të cilin në shfrytëzojmë rastin ta urojmë edhe familjen Jashari, edhe qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë dhe kudo që janë. Vlerat tona ti ringjallim. Ato janë gjalla, po kemi bjeresht unë shpesh po e tham, ndoshta i bëjti po është kishim politikë dhe vazhdojmë kemi politikë shumë dobët, për ata kemi orë këtu ku jemi. Kjo është pasojë, politika është pasojë që jemi këtu. Këtë festë madhe kombëtare duhet shteti ta organizojë. Kemi shtet, shteti, festa kombëtare duhet i organizojë shteti. Qëllimi i ekspozitës është bashkimi i shqiptarëve, kuptohet, edhe i pjesëmarrësve, artistave, intelektualëve të rrethit ku ne jetojmë dhe bashkëpunojmë. Kështu që punimet nuk do të thotë që janë temë e një eventit, mund të me pas edhe punime të teknikave të ndryshme ose të temave të ndryshme. Unë uroj gjithë shqiptarët edhe intelektual të japin hapësinë sa më shumë artit edhe kulturës tonë shqiptare. Jemi bashku me 2-3 shoqata bashkë me artistët edhe thash pse jo mos ve. Jo se s'kemi fejst edhe në Tiranë, se Tirana plot me fejst, apo thash shkoj të organizata ime i herë dhe përfaqësohem atje. Sepse këtu e ndi vetën një qik si mik i afër, shumë i afër të tyre. Edhe kam i mikri të jashtëzakonshme. Thamë vërtetën kam i respekt jashtëzakonshëm edhe për këta se mikpresin shumë bukur, shumë mirë, sa arvi, por edhe pse jam larg, kam marrë në për festa, kam marrë në për takime, kemi bën ditëlindjen e Skënderbeut, kam marrë pjesë bashkë me nipin tënd se kam edhe këngëtar, edhe jam shumë mirënjohës.